U habita shumë kur lexova që në mbledhjen e grupit parlamentar gjatë shumë diskutimeve kishte patur porosi nga zoti Noka që deputetët të vishen me kostume doku, me arna, me çorape të grisura, pa kollare e me këpucë të shqyera. Ky është fiks mentaliteti i qelpsir komunist i një partie hipokrite bolshevike që mendon se qytetarët na vlerësojnë, mbështesin, besojnë apo mëshirojnë sipas leckave që mbajmë veshur dhe jo nga qëndrimet. Dhe demek quhemi partia e qendrës së djathtë, një hipokrizi e vështirë që nuk ka leckë rraqe që mund ta mbulojë. Jo, opozita është frym, është besim, është shpresë, është ndryshim, është sjellje shpirtërore ndaj qytetarëve opozitar, është dinjitet, ndershmëri, kurajo, aksion dhe jo teatër leckash apo parad mode. Nëse bashkoni votat me Ramën për një kod zgjedhor bastard që ju të siguroni një karrige të dhjerë në parlament për bythën tuaj të përdredhur sa tek njëri prehër tek tjetri, pa vota, por me listë të mbyllur, nuk ju pjerdh kush, edhe po të visheni me ar, edhe po të shkoni pa breke e lakurish në parlament. Nëse ju nuk i takoni qytetarët as në fushata dhe kur më për 4 vjet rresht pasi uleni në karrigen e me nder deputetit, nuk ju vjen kush nga pas, edhe po t'i ngrini brekët në majtë kokës. Nëse ju emëroni antar kryesie apo deputet njerëz anonim pas një kontribut në PD, por me pagesë që shkelin mbi kontributin dhe sakrificën e mira demokratëve, nuk ju bezon askush, edhe po të visheni me arna si thes Orizi. Ç'është ky mentalitet kalpsiri së kaluarës komuniste? Nuk të bëjnë leckat asnjëri as politikan, sido që të visheni, por shpirti, morali dhe dinjiteti që ke të përcaktojnë se çfarë je, çfarë përfaqëson. Po pse duhet vishen si reckaman apo fakir fukarenj, ata deputet që kanë biznese, kanë prona, kanë pasurie, kanë para? Pse duhet vishet si roje mullarësh Byku për shembull, Kliti Hoti i Shkodrës që është milioner, po Flamur Hoxha dhe Isuf Çela i Qarkut Kukës, kur dihet që të dy kanë biznese, po Albana Vokshi që ka pasur 5-6 puse nafte, po Eno Bozdo që ka baban milioner, po Luciano Boçi që ka krushkun milioner, po Erd Bylykbashi që ka vilën në Palas, komshi me Gjiknurin, po Besar Xhaferi që ka baban pronar fabrike prej 25 vitesh në Vajqar, po Luan Baçi që ka 30 vjet me biznes, pse duhet vishet me çorape të grisura? Po të tjerë si ti Flamur që kanë shtëpi e makina që kalojnë vlerën mbi 500.000 euro, pse duhet vishen si lypsa? Problemi nuk është as kostumi as kollarja. O komunist të mykur nga trut e kokës, por kollarja që ja keni varë në qafë opozitarëve prej vitit 2013 për hatër të karrigës suaj të ndyrë. Nuk është turp të jesh i pasur, por turp është jesh hajdut. Nuk është turp të vishesh mirë e bukur, por turp është kur rrobat i blen pushteti. Nuk është turp të jesh në opozit, por turp është kur e shet opozitën tek pushteti për të veshur me firmato. Opozita nuk bëhet me leckat që vishni, por me njerëz që nuk bëhen leckë rraqe duke lupir me nderën e kujdo që ka në dorë firmën për të bërë deputet. Opozita nuk zmadhohet kurrë edhe po të rrini lakurish nga trupi, ashtu siç jeni nga trut dhe nga shpirti. Prandaj, nëse pasurinë dhe parat i keni me punë me djers, vishuni si tua do qefi, me kostume jo 5.000, por 15.000 euro. Qytetarët na i dinë të gjitha, sido që të përpiqeni të maskoheni me veshjen tuaj, sepse ne jetojmë në një vend të vogël ku njëri me rrënjë dhe mball njëri tjetrin. Peshë është respekt për veten dhe kulturën e qytetari, që as të zmadhojnë as të zvoglojnë karakterin, moralin, shpirtin apo njerëzillëkun. Keni shumë gjëra të tjera që ju mungojnë dhe ju çedojnë të qenurit opozitar në parlament dhe parti, para se të kujdeseni për brekët e çorapet që mbani veshur. Çedimi është kur brenda vitit që merrni mandatin, shndërroheni nga brek grisur në milioner nga bashkëpunimi, tenderët apo koncesionet që ju jep pushteti për t'ju blerë si kile mishi në pazar, por jo kostumi apo kollarja juaj që nuk i hyn në punë askujt, sepse kazanët e plerave edhe po i mbulove me flori prapi rahale mbajnë. Prisni kodin zgjedhor bastard të vitit 2008 dhe pazarin e qelbur të korriku 2024 dhe bëni reformën territoriale që t'u shërbej qytetarëve. Pastaj vishuni siç jeni, se nuk u plas askujt për leckat tuaja, sa kohë që ju shohin t'ju përdorin të tjerët si leck këpucësh.